është keq përdorur nga mediat në mënyrë për të mos sulmuar mua politikisht, duke nxjerrur jashtë kontekstit një deklaratë time që kam dhënë. Po do të përgjigjesha faktikisht me një shprehje që një grua e suksesshme dhe e cila ka përgjegjësitë për jetën e saj, pa diskutim duhet zgjedhë dhe partnerin i cili respekton vlerat e saj. Kjo është një shprehje faktikisht e një shkrimtare, Elizabeth Elliot, e cila qartazi flet për femrat të cilat kanë përgjegjësi për vete, për femrat që punojnë, për femrat që sakrifikojnë. Dhe unë këtë doja të jepja si mesazh, pasi edhe puna ime si avokate shoh që divorcat më shumë të kohët e fundit janë bërë prej grave të cilat mbajnë burrat. Edhe unë aty thjesht po jepja një mesazh që nëse unë punoj dhe jetesën time e fitoj duke punuar vet, faturat e mia I heq vet, pa diskutim që te partneri do doja të ishte në njëjtin standard ose të ishte më lart. Në ç'kontekst kontekst e them këtë? E them sepse tek standardi unë shoh intelektin. Kur them tek investimi tek vetja ime, aty referohem pa diskutim shkollimit, arsimimit, vlerave, përgjegjësisë. Dhe nuk lejoj asnjë media që këtë gjë ta keq interpretoj dhe ta përdori në një mënyrë jo të duhur, duke I futur ngjyrime politike që nuk më përkasin mua. Pasi në jetën time unë çdo gjë e kam arritur me sforco, me punë dhe duke dhënë shumë nga vetja dhe pa diskutim. Partneri nuk e shoh si një kartë financiare, por si diçka I cili ta shoh tek ambicet e vlerave të mia. Që nëse unë përpiqem kaq shumë, pa diskutim që ai duhet përpiqet dyfish që të funksionojë raporti. Në këtë kontekst, edhe shifrat janë përmendur në mënyrë hipotetike për të thënë shembullin, ose janë shifra faktikisht reale dhe na ishin shqetësuar media dashamirë, sa thonjë za.